Mërgata shqiptare historikisht ka luajtur rol të rëndësishëm në tërë lëvizjen tonë kombëtare, që në periudhat e mëhershme edhe para rilindjes kombëtare. Ka vazhduar në vitet 70-ta, 80-ta dhe sidomos në vitet 80-ta, ky organizim intensifikohet shumë më shumë në shoqata me karakter patriotik, Bajram Curri, Hasan Prishtina, Det Xholuli e kështu me radhë. Pas përfundimit të luftrave 99, 2000, thotë të tërë shoqatat janë shkri. Janë shëndru në shoqata fshatrash, lagje qytetesh, në gjithë Europën. Nuk jam kundër objekteve të kultit, por objektet e kultit shfrytëzohen për të kryer ritet fetare, por jo dhe për organizim politik, organizim më të mirëfillt që nevojitet. Mendoj që kjo çështje duhet të shtrohet si shqetësim tek të gjithë ne shqiptarët, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugin dhe Malsi e Madhe, sepse deri në 2000-shën shqiptarët nuk kanë vepruar mbas krahinave dhe nuk kanë qenë të organizuar mbas krahinave, por si tërësi kanë qenë të organizuar. Dhe mëse atëherë ka qenë e nevojshme edhe tash është e nevojshme, po nivele tjera të organizohen. Se si mund të vinë në dhëun e tyre kuadro profesionist, ekonomist, inxhinier, mjek, për të dhënë përvojat e tyre në shtetet ku ata veprojnë, ku ata punojnë. Se si të bëhen investitor, bashkë investitor me investitor vendacion në Gjermani, në Zvicër, në Greqi, në Itali, që të bëjnë investime të përbashkëta, sepse edhe Europa ka ndryshuar tani më politikat, nuk bëhen investime vetëm të Gjermanit, të Austriakut apo të vendeve të skandinave, por kërkojnë bashkë investitor sepse është më i sigurt. Kur janë të vetëm investitori i huaj, i bëhen hile nga vendorët. Kur janë bashkë investitor, do thotë prona ruhet bashkarisht me vendorët. Dhe politika tona duhet të inkurajojnë këto ekipe që të vinë të investojnë, bashkë investojnë me investitor të huaj. Gjithashtu, më thotë është ëndër banka shqiptare të ketë. Ne nuk kemi. Në Maqedoni nuk ka. Që mund të mbledhin kapitalin e njerëzve që janë mërgat. Dhe nuk më pëlqen që quhet diasporë, sepse kjo është mërgate, jo diasporë, mërgata.